Kurse kjo pastaj është Kremtet e Motmortit dhe Visligu I famshëm. Kjo është metal. Kjo është extreme metal. Kjo në vetvete është quhet rryma doom death metal. Doom metal dhe death metal. Jo duam death metal. Doom death metal. Është bashkë. Fix. Doom. Muzika vdekjes është quajtur ndryshe. Nuk e di pse e quajnë kështu. Ta e vibe që nga foto. Tash ti Vislig, që ta kapim. Ky është një nga kalamajt e mi bashkë me Gjakmoçmi nga fillimi, që nga fillimet e kalamajt e mi, shikoj. Kalamaj, po muzika e tillë është me së drejtën se janë këto do ngelen, unë do ikin një ditë. Çdo artist, po Visligu, ideja Visligut. Vislig, neve shqiptarët kemi fatin e mirë që përbëjmë fjalë përgjithsisht. Kemi fjalë të përbërta shumë. Kjo mund të kuptohet, vis dhe lig. Lig, njeriu I lig ose ligësi, vis janë viset. Viset e liga, ose visi I lig, po viset e liga. Viset e liga e ka konceptin shumë larg, shumë gjatë, shumë është histori shqiptare, rrënjësisht dhe thellësisht, vetëm. Titulli është shqip, emri I albumit është Shqip Kremtet e Motmortit, është frymëzuar nga historitë shqiptare dhe nga gjëra që fishta tekstit paktën lirikalisht dhe muzikalisht është frymëzuar nga gjërat që kam unë trurin tim për Shqipërinë, historinë, filozofinë e të gjitha gjërat, edhe si e shoh unë aspektin. Ti ke sjell fishtën në death metal. Po, domethënë Lorenci që është vokalisti e tholli në death metal me idet, domethënë mori vetit shqiptare ose legjenda, mitologji si Zampiri ose Lebetia. Lebetia për shembull është një këngë brenda në album, kënga e dytë. Lebetia është gjendje I lebetituri për shembull. Është gjendja e lebetis. Domethënë është Lorenci ka dhënë lebetis imazh, sigurisht një person, edhe vjen të shfarosit është, ja kupton? Po është ideja, kjo shfarosja, se historia shqiptare është gjithmonë fatkeqe, vetëm luftra, vetëm vuajtje. Ideja e Visligut është kjo, domethënë që është neve jemi ata dy njerëzit si vdekje që ecin dhe tregojnë historinë, që ecin gjatë gjithë historisë, domethënë, dhe thjesht tregojnë çfarë ka ndodhur këtu. Se siç ta thash diç parë për shembull, Visligu është bazuar dhe frymëzuar nga kënga e fundit, që teorikisht është kënga e parë që është kompozuar, që është kënga Vran Vislig. Nga aty ka dalë dhe emri, që këtë tekst e ka bërë vllai im faktikisht, kjo është vetmja që ka bërë vllai im, edhe nga aty lindi gjithë ideja e grupit, Vran Visligu. Dhe ideja e kësaj këngë është që Shqipëria është ajo që sapo përmenda, është një qytet I